Shëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndafa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 kupat, perandori, faqa e kupave, 5 kupat. Ju hyni në këtë javë me 9 kupat. Një ndjenjë kënaqësie, diçka ju bën të ndiheni mirë, një realizim personal. Pastaj vjen perandori, edhe duket se ju përpiqeni ta mbani këtë gjendje nën kontroll, të ruani stabilitetin, të mos lini emocionin t'ju destabilizoj, por menjëherë shfaqet një pjesë shumë e butë dhe e pafajshme nga ana juaj, që është faqa e kupave, që nënkupton ndjeshmëri, një hap emocional, një dëshirë për t'u hapur. Për disa mund të bëhet fjalë edhe për një fëmijë, por më pas kemi 5 kupat që nënkupton zhgënjim, një ndjenjë humbjeje, fokus tek ajo që nuk funksionoi. Pra duket se ju përpiqeni të jeni mirë, jeni duke u hapur emocionalisht, dhe më pas ndiheni sikur diçka nuk shkoi siç prisnit. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos e matni gjithë realitetin nga një zhgënjim i vetëm. Mos harroni çfarë funksionon, jo vetëm çfarë mungon. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e shpatave, vdekja, drejtësia, 8 monedhat. Në familje duket një dinamik e drejtë për drejtë. Faqa e shpatave nënkupton vëzhgim, dikush shikon, analizon, hulumton, dyshon, mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj. Vdekja flet për transformim, një fazë që mbyllet, pra diçka ndryshon rrënjësisht. Më pas kemi drejtësinë që flet për vendim, për disa mund të bëhet fjalë për vendim ligjor, por gjithashtu flitet edhe për balancë, pra çfarë është e drejtë dhe çfarë jo. 8 monedhat flet për punë, përpjekje për të rregulluar, ndërtim të ri. Pra duket sikur një e vërtet ekspozohet, diçka ndryshon, merret një vendim dhe pastaj punohet për ta ndërtuar ndryshe. Kartat këshillojnë se ju duhet të pranoni ndryshimin si mundësi për përmirësim, jo çdo fund është humbje. Disa janë rregullim i drejtë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi asi i shkopinjve, 9 shkopinjt, asi i monedhave, 10 kupat. Në dashuri, ju filloni me asin e shkopinjve, që flitet për një shkëndi, për disa mund të jetë një njohje e re, për disa mund të jetë një tërheqje, një fillim i fortë, fillim pasionant, një energji që ndizet shpejt. Mund të jetë, siç thash, për disa një njohje e re, për disa mund të jetë një rikthim ndjenje, një moment që ju zgjon emocionalisht, por menjëherë pas kësaj kemi 9 shkopinjt dhe këtu shfaqet e vërteta juaj e brendshme. Pra duket sikur ju jeni të lodhur, jeni në mbrojtje, nuk hapeni lehtë. Edhe pse ndjeni, ju mbani distancë. Ka një zë brenda jush që thot, po, më pëlqen ose e dua, por kujdes. Po pastaj vjen një ndryshim shumë i rëndësishëm, që është asi i monedhave dhe kjo nuk është vetëm ndjenjë, kjo bëhet reale. Një mundësi konkrete, një fillim që mund të ndërtohet, pra diçka që ka bazë, jo vetëm emocion. Dhe në fund kemi 10 kupat, që është përmbushje, harmoni, një ndjenjë që mund të jetë shumë e plotë emocionalisht. Pra, kalojmë nga një shkëndi në një mundësi reale dhe më pas në përmbushje. Por ku është problemi këtu? Problemi nuk është tek lidhja, tek marrëdhënia, tek ndjenja, është tek 9 shkopinjt, plus unë do të shtoja edhe 5 kupat nga gjendja personale. Sepse ju po mbani plagë të vjetra, me sa po kuptoj unë, pra keni frikë të hapeni emocionalisht dhe mund të sabotoni një mundësi të mirë nga mbrojtja e tepërt. Kartat këshillojnë të mos e refuzoni diçka të mirë vetëm sepse keni frikë të lëndoheni. Sepse jo çdo fillim është si e kaluara. Nëse e lini këtë marrëdhënie, këtë lidhje, apo këtë ndjenjë, apo këtë shkëndi të rritet me qetësi, ka potencial shumë të bukur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi
Magjistari, 4 monedhat, mbreti i kupave, 4 shkopinjt në të kundërt. Në punë, magjistari flet për aftësi, për krijim, duket sikur ju keni gjithçka që ju duhet. 4 monedhat flet për mbajtje, po duket sikur po mbani shumë fort diçka, sikur ka frikë për të humbur. Dhe mbreti i kupave flet për kontroll emocional, pra duket sikur ka pjekuri, ka balancë emocionale. Dhe 4 shkopinjt në të kundërt flet për paqëndrueshmëri, pra diçka nuk ndihet e sigurt. Me pak fjalë, duket sikur ju keni potencial, por frika ju mban të lidhur dhe nuk ju lejon të ndërtoni stabilitet të plotë. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos kontrolloni çdo gjë nga frika. Besimi në veten tuaj është më i rëndësishëm se mbajtja e çdo sigurie të vogël. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi refuzimi. Refuzimi, unë do të thoja që këtu nuk bëhet fjalë vetëm për refuzim nga të tjerët. Ndonjëherë është frika se mund të refuzohemi dhe për këtë arsye mund të tërhiqeni para kohe. Unë do të thoja të mos e refuzoni veten përpara se dikush tjetër ta bëjë. Pra jepini vetes mundësinë të përjetojë diçka të mirë, sepse kjo është një javë ku ju përjetoni kënaqësi, por edhe zhgënjim të brendshëm. Në familje ndodh një transformim që sjell drejtësi. Në dashuri hapet një mundësi shumë e bukur. Në punë ju keni potencial, por edhe frikë. Dhe në fund ju kuptoni që nuk është mungesa e mundësive problemi, por mënyra si po i lejoni ose jo ato që të hynë në jetën tuaj. Paçim!